Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin e Daga Media. Sot jemi me rubrikën React dhe do të bëjmë reagimin që kemi lënë për gjysmë të 10 personave më të gjatë në botë, por tani janë top 5-shja. Atëherë, si fillim duhet ta nis gëzuar vitin e ri. Ju uroj shëndet, mbarësi dhe gjëra sa më të mira në këtë vit që po na vjen. Shpresoj që t'ja kaloni sa më mirë. Dhe tani le të vazhdojmë tek videoja. Atëherë, personi i 5 më i gjatë në botë është Vino Millirin. Dhe do të shohim më shumë për të. Ka qenë 2.5 i gjatë, pra 2.514 metër, shumë i gjatë, po. E 51, pra diçka ashtu. Ja, shikoni sa i gjatë është ky, krahasim me këtë burin tjetër, sa i gjatë, shikoni dhe sa ka dorën. Nuk e di si gjehen rroba për këta njerëz kaq shumë të gjatë, pra sepse janë të rrallë dhe nuk është se prodhohen shumë rroba për këshilloj njerëzish. Pra një njeri shumë i gjatë, dhe shikojeni krahasim me këta njerëzit që paraqet këtu në video, ja, është shumë i gjatë, pra. Tani vazhdojmë tek i 4-ti më i gjati në botë, Leonid Standnik. Do të shohim se sa i gjatë është ky. 2.56 metër, shumë i gjatë. E shikoni krahasim me nënën, pra maman e tij, mendoj, them kjo gruaja. Shikoni sa është jashtëzakonshëm. Ja. Jashtëzakonisht i gjatë. Shikojeni me krahasim me këta njerëzit e tjerë, normalisht shumë i gjatë duket. Nuk e marr vesh si e zotera. Duhet t'ulej ai që të kalonte. Për të gjithë këta top 10 njerëzit janë shumë të gjatë, është shumë. Tani kalojmë tek top 3-shja. I treti është John Carroll. Le të shohim këta që nga Amerika, them. Normalisht thuhen Paterica sepse mund të ketë ndonjë sëmundje që është rritur kaq shumë, ose nuk mund të qëndroj në këmbë. 2.64 është shumë i gjatë. Përsëri edhe ky. Duhet mbaj Paterica për të ecur. Normalisht. Ka pasur probleme pra me ecje. Dhe me duket është prerë këmba sa pash parë, por nuk e di është. Atëherë top 2, në top 2-shën është John
Rogan, do të shohim këtë, sa I gjatë është, etj. Jam kurioztar ta di. 2.67 metër. Numri I çuditshëm ky I fundit, por okay. Shikoni krahasim me nënën dhe fëmijët ose vëllezërit. Shumë I gjatë. Shikoni, shumë I gjatë. Edhe ky më duket se është fëmijë këtu. Shikoni, është fëmijë dhe So by 1882, this giant couldn't stand up or walk. But not everything is a ka pasur probleme edhe me dhimbjen e këmbëve dhe nuk ka mund të pesme. Even if he couldn't work, his size turned heads. So he took advantage of it and started to sell portraits and postcards. Indeed, in 1897, plenty of his personal draws were published locally. Despite these little achievements, John shumë I gjatë edhe ky. Nuk e kuptoj se si jetojnë këta njerëz kështu. Nuk e marr vesh fare, shumë të gjatë. Atëherë top njëshi ose më I gjati në botë që ka ekzistuar deri më tani, sipas kësaj videoje, është Robert Wadlow. Si ka të shohim se sa I gjatë është, 2.72 metër, është me të vërtet shumë I gjatë. Major Giant was born in the town of Alton, Illinois, and before turning 8, he was much taller than his father already. At the age of 13, he was the world's tallest Boy Scout. However, his size started to pose a setback in his daily life since he started to lose sensibility in his limbs, but he never used a wheelchair or crutches. Shumë I gjatë, nuk e marr vesh se si zgjaten këta njerëz, disa mezi zgjaten, kurse ky që fëmijë kaq I gjatë, nuk e marr vesh. Është bërë edhe statuj. Atëherë, faleminderit që pat këtë video, mos harroni të bëni like, comment, subscribe dhe ju uroj një vit sa më të mbar. Shihemi në videon e radhës. Mirupafshi.